Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kryetarët socialistë të bashkive, ku theksoi nevojën për fokus të veçantë tek ngritja e emergjencave civile në nivel vendor dhe angazhimin në paketën e maleve, për të cilën fillimisht është parashikuar një buxhet prej 5 milionë euro. Gjatë fjalës së tij, Rama vuri theksin tek rëndësia e përpunimit të mbetjeve, sidomos në zonat turistike, dhe kërkoi që kryebashkiakët të jenë aktiv në terren, duke përsosur strukturat e partisë dhe duke u përfshirë në aktivitetet e programit Punët e Shqipërisë. Ai gjithashtu i bëri thirrje kryebashkiakëve me më shumë se 3 mandate, të cilët do të rikandidojnë që të përfundojnë detyrat e mbetura të mandatit të tretë. Aktiviteti u zhvillua me dyert të mbyllura, ndërsa kryetarët e Partisë Demokratike nuk u lejuan të merrnin pjesë. Kryetari i Bashkisë së Pukës, Rok Dodaj, deklaroi se nuk i ishte lejuar hyrja për shkak të mungesës së emrit të tij në listën e pjesëmarrësve. Disa kryetarë demokrat thanë se kishin marrë ftesë, ndërsa të tjerët jo.